Një intervistë me Fan Nolin, nga Peter Prifti. Kohët e fundit patëm nderin dhe kënaqësinë e një audience me hirësinë e tij, kryepeshkopin Fan Nolin, kryetar i Kishës Ortodokse Shqiptare në Amerikë. Lexuesit e Diellit padyshim që e dinë se ai është dhe president nderi i Vatrës. E takuam në rezidencën e tij në rrugën Blagden, një vend i mobiluar me modesti ku ai ka jetuar e punuar për shumë vjet. Thuhet se ai ka kthyer mbrapsht shumë sugjerime për të banuar në një vend tjetër më të rehatshëm, sepse vendi ku jeton sot është pranë bibliotekës publike ku ai kalon një kohë të konsiderueshme në studimin e librave e tjerë. Biblioteka është vetëm gjysmë bloku larg shtëpisë së tij. Ai ka qenë gjithmonë pranë librave. Lexuesit njohin shumë libra të mirë shkruar prej tij. Në studion e tij syri të sheh rafte të tëra me libra. Kur dikush e pyeti një herë se a ndihej i vetmuar pa njeri pranë për të biseduar, ai tha: "Ata janë të gjithë miqtë e mi, unë mund të bisedoj me secilin prej tyre." Aktualisht ai është i zënë me përgatitjen e një himni. Mobilimi modest i shtëpisë përputhet me karakterin e tij, sepse ai është vetë modest. E njëjta karakteristikë vërehet edhe në mënyrën se si vishet si dhe në të folur. Flet me zë miqësor, me kujdes dhe mendueshëm, dhe lëviz kokën kur aprovon ndonjë mendim. Ne ishim të interesuar të dinim pikpamjet e tij për 3 çështje të lidhura me njëra tjetrën: nacionalizmi shqiptar, puna e tij krijuese dhe komuniteti shqiptar në Amerikë. Për çështjen e parë, kryepeshkopi na tha se kishte filluar të interesohej për problemin e nacionalizmit shqiptar në moshën 10 vjeç, kur lexoi përkthimin shqip të Vjatës së Re nga Konstantin Kristoforidi dhe pamfleta të tjera propagandistike shqiptare. Kopje falas të këtyre botimeve ishin shpërndarë gjerësisht në fshatin e tij të lindjes i Briktepe në Turqi. Ai e konsideron pranimin e Shqipërisë në lidhjen e kombeve në Gjenevë më 1920 si fitoren më të madhe në betejën e tij për çështjen shqiptare, sepse kjo zgjidhi problemin e kufive të Shqipërisë, që pretendoheshin nga fqinjet e saj. Por pati edhe të pakënaqësi. Trishtimi im më i madh, tha ai, që kur lash Shqipërinë më 1924, sepse kjo i dha fund punës time në atë dhe. Në vazhdën e punës për Shqipërinë, ai hyri në lidhje me shumë udhëheqës shqiptar, veçanërisht me Faik Konicën. Opinioni i tij për Konicën jepet në hyrjen e librit Shqipëria, kopshti shkëmbor në Evropë juglindore, ku thotë: Konica mund të konsiderohet si krijuesi i prozës moderne shqipe. Me këshillën dhe drejtimin e tij, unë përktheva disa vepra të Shakespeare-it, Ibsenit, Edgar Allan Poe dhe Don Kishotin e Cervantesit. Vlerësimi i lartë që i bën Konicës del qartë nga pohimi se e konsideron veten nxënës të Konicës. Po të kalojmë te çështja e dytë, puna e tij krijuese, është e njohur se ai ka punuar në shumë fusha, përfshirë midis të tjerash historinë, reninë dhe muzikën. Ishim kurioz të dinim cilat nga këto i interesonte më tepër, sepse kishim dëgjuar mendimet kundërtare për këtë çështje, disa që besojnë se letërsia është më e dashur për të, disa tjerë mendojnë se është historia e tjerë. Megjithatë është fakt se renia është lënda e tij më e preferuar. Jam marrë me histori, letërsi dhe muzikë me raste, por renia ka qenë puna e jetës sime, sepse e fillova karrierën time si klerik. Dikush mund të thotë se personazhet e preferuar historik mund të jenë për të njerëz si Beethoveni dhe Napoleoni, të cilët i ka studiuar thellësisht dhe për të cilët ka shkruar dhe folur shumë. Aktualisht njerëzit që çmon më shumë janë krijuesit e kombit si George Washingtoni dhe Skënderbeu dhe reformatorët e kombit si Lincoln dhe Cromwell. Arsye, siç tha vetë, është se ka përpjekur të bëjë të njëjtën punë për atë dheun e tij. Kryepeshkopi Noli ka përkthyer në shqip shumë klasik të letërsisë dhe vepra të rëndësishme renare. Shumë nga ata që kanë lexuar përkthimet e tij të klasikëve flasin me admirim për të, për aftësinë me të cilën i ka paraqitur ato në gjuhën shqipe. Por ai vetë preferon përkthimin e një vepre renare. Ai tha: "E konsideroj versionin ritmik të himneve bizantine përfshirë në vëllimin kremtore si më të vështirin dhe më tërheqësin e përkthimeve të mia." Ç'mendon ai për muzikën moderne, poezinë, oratinën dhe diplomacinë? Përgjigja është se i interesojnë të dyja format e këtyre arteve, si modernia ashtu edhe antikja, sepse sikur Goethe, ai është universal në shije. Për çështjen e tretë, komunitetin shqiptaro-amerikan sot, ai ka besim tek e ardhmja e komunitetit nëse do të ecim me kohën. Lidhur me punët e kishës, ai ndjen nevojën domosdoshme të amerikanizimit të kishës ortodokse. Alternativë për këtë, mendon ai, është vetvrasja kishtare. Sipas mendimit të tij, sa më shpejt të bëhet aq më mirë është, sepse politika e ngadalsht mund të çojë në humbjen e pariparueshme të brezit të ri, të cilët nuk i kuptojnë shërbesat në gjuhën shqipe. Ai nuk e llogarit rrezikun e grekofilisë ndaj kishës. Për këtë pikë, ai theksoi se ne i kemi mundur ata për 50 vjetët e fundit dhe do t'i mundim edhe në të ardhmen. Ne jemi një plani.
Audienca jon me shqiptarin më të shquar të kohës i erdhi fundi. E falenderuam. Ai tundi kokën, u ngrit, buzëqeshin ngrohtësisht dhe me një lëvizje të lehtë të dorës na tha: "Lamturim."